Të nderuar televizikues mirëmbrëma. Pa humbur kohë nisim te emision Studio Sport, ku edhe sonte në studion ton kemi 2 kupa të vllaznisë që i kanë fituar këto 2 ditë dhe njëra prej tyre është fituar përpara pak orësh. Bëhet fjalë për futbollin e vajzave kategoria U17, e cila duke mundur në finale ekipin e Kino Studios me penallti u shpall kampion për herë të 4 radhësi. Ndërkohë që kupa tjetër, që të dy ato kupa janë këtu pranë meje, kupa tjetër është fituar përpara rreth 1 ore në stadiumin Loro Boriçi dhe i takon vllaznisë U18 që është shpallur kampion e Shqipërisë në atletik. Ndërkohë një tjetër kupë, që nuk është sonte në studio, por është fituar javën e kaluar nga vllaznia e të rriturve në atletike për kupën e Shqipërisë, për bën një sukses tjetër. Pra, kjo studio, kemi thënë edhe herë të tjera, promovon dhe pasqyron sukseset e vllaznisë dhe kupat kalojnë nga Studio Sport. Sonte, siç thash më herët, kam kënaqësinë të t'ju shoqëroj me këto 2 kupa që i takojnë këtyre 2 protagonistëve që i kam në studio. E nisi nga portierja e vllaznisë Ambra Reshiti. Mirë erdhe Ambra në studion ton. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi e veçantë si përfaqësoni vllaznin kampione, por edhe ju si individë, si portierja e vllaznisë, se unë isha dëshmitar në finalen e luajtur në Kryeqytet, ku pritet 2 penallti dhe ishit kontribucja kryesore e vllaznisë. Urime. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur sepse edhe fitum, kjo është i titulli i 5 radhësi për grup moshën U17, ne e dhom më të mirën, edhe unë bëna detyrën time, prit ato 2 penallti, uroj që të vazhdojmë kështu edhe vite tjera. Do flasim në vazhdimsi për suksesin tuaj, ndërkohë që kupa tjetër, siç thamë, takon atletikës, është Arjon Alibali, ky djalë simpatik, shtatlart, simpatike patjetër edhe vajza, se nuk e theksuam. Pra një vajzë simpatike nga vllaznia e futbollit vajza dhe një djalë simpatik nga atletika, nuk ka kush më i bukur. Simpatikët e vllaznisë. Arjon, mirë erdhe në studion tonë me këto 2 medalje në gjoksin tuaj shkëlqejnë. Mirë se ju kam gjetur, shumë faleminderit për ftesën. Sot ishte një garë shumë e bukur, ku morëm titullin kampion, vend parë, me 140 pikë, dhe duke mundur 2 ekipet e tjera, me rezultat shumë të mirë. Gjithë pjesëtarët që kanë marrë pjesë në këtë garë, unë fitova 2 gara, 100 metër dhe 200 metër, ku arrita të barazoj dhe rekordin kombëtar 200-shit me rezultatin 23-28. Me këto rezultate, Arjon Alibali ishte dhe më i mirë i krejt aktivitetit. Urime, Arjon, do flasim gjithësisht me ju, ndërkohë që nga aktiviteti kemi edhe 2 intervista që do t'i transmetojmë. Njëra prej tyre është me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës Shkodanin, Izmir Smajlej, i cili ka marrë detyrën ditët e fundit dhe ka dhënë një prononcim interesant për këtë emision, por edhe intervista me kryetarën e vllaznisë Albert Marash, i cili komenton 2 sukseset e radhësit e vllaznisë brenda në harkun kohor të 1 jave. Ndërkohë, i ftuari tjetër është Arben Xhaferi, një emër tashmë i njohur për studion tonë, sepse në këtë studio ka promovuar vazhdimisht sukseset e futsallit shkodanit që pas shumë sakrificave i gëzohet titullit kampion. Urime Xhaferi, kemi pasur javën e kaluar në studio, i kishte Semir Gokajn, apo Cajen, si që thërisni ju vetë të ekipit. Ndërkohë që sonte do të kemi edhe një panoram me të përgjithshme nga ana juaj, por edhe përgatitjet për shortin e Ligës së Kampionëve. Mirë erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ky është paneli në studio, ndërkohë që me kolegët e mi të pultit të transmetimit, përgjithësin e transmetimit Nino Jakova dhe kolegun tjetër Florian Gerdani, do të kemi mundësinë të lidhemi drejt për drejt me kryeqytetin, me kolegun ton Ervin Baku, i cili është një njohës i mirë i gjitha sporteve. Do të komentoj edhe për sukseset e kësaj studio për sonte, siç janë futbolli i vajzave, por edhe atletika. Ndërkohë do të komentoj edhe pragneshjen Shqipëri-Serbi, ekipi kombëtar, por një panoramë edhe për vllaznin, por mbi të gjitha do të flasë për pjesëmarrjen e tij në Kongresin Botëror të Gazetarëve Sportiv, ku si sekretari përgjithshëm i shoqatës së gazetarëve sportiv shqiptar ishte i pranishëm në kongres të bashku me kolegun e tij, fotoreporterin pasionant dhe shumë profesional Ferdinand Hazizari. Regjia, nëse ka të mundur të na bëjë lidhjen me Ervin Bakun, është bërë më një herë lidhja. Baku, mirëmbrëma. Gac, mirëmbrëma ty dhe
gjithë panelit aty, sidomos se pas që zbukuru studion me ato kupat dhe me atë vajzën e mrekullueshme shkodrane që ishte heroin dhe me pritin e 2 penaltive dhe solli kupën në Shkodër. Në fakt, kjo studio, javën e kaluar, në Studio Sport kishte 2 kupa të tjera për vllaznin e madhe të futbollit të vajzave që mundi në finale Tiranën 2-0 në kryeqytet, mundi në fakt Partizanin në kryeqytet, por kishim edhe kupën tjetër të futsallit që vinte pra herë të parë në Shkodër, ndërkohë që sonte janë 2 kupa të tjera që si thash na kanë zbukuruar studion tonë. Natyrisht është një studio kampionësh me një moderator kampion. Vazhdon diktatura shkodrane në futbollin e femrave dhe vllaznia e gjitha moshave me president Lazar Matin, domethënë që është një model jo vetëm për futbollin e vajzave, por edhe për futbollin, për çdo sport në përgjithësi se si punohet dhe si me mund, me sakrificë, me djerës, me gjithë bashkë, me struktura të ngritura mirë etj, atëherë vjen dhe suksesi. Asgjë nuk ka të rastësishme në këtë botë. Ndërkohë, për para emisionit komentuam edhe futsallën se ju ishit pasionant dhe e kishit pritur me çfarë pashëm me shumë kënaqësi vllaznin kampionët se do të marrë pjesë për herë të parë në Ligën e Kampionëve. Më vjen mirë që për herë të parë vllaznia është shpallur dhe kampione e futsallës dhe përfitoj nga që jemi një shtëpia e madhe e radio televizionit shqiptar. I bëj ftesë publike Arben Xhaferit që duhet ta kem patjetër në një nga emisionet e mia të ardhshme, 60 minuta në fushën time ku trajtojmë për gjithçka se si mbriti deri këtu dhe për të shkuarën, për të tashmen, por dhe për të ardhmen e kësaj pjepreke pak më parë për shortin edhe për gjëra të tjera. Një ftesë publike nga kolegu Ervin Bagu në atë emision shumë simpatik që drejton në Radio Tirana, ndërkohë edhe atletikën patjetër e kemi në vëmendje sepse është mbretëresha e sportit shqiptar dhe është skuadra që dominon prej shumë vitesh në të gjitha kategoritë. Sapo është shpall kampionën e U18-ën. Vazhdon tradita e mrekullueshme. Ka sot Federatën Shqiptare të Atletikës e drejton një kampion i madh si Izmir Smajlaj, por keni edhe Franco Buraj, kështu që ky djali Ajoni më vjen mirë sepse vazhdon në traditën e mrekullueshme dhe uroj që të jetë sa më gjatë në maj, sepse është gjithmonë shumë e vështirë ta mbash titullin se sa ta fitosh atë. Kështu që vazhdoj kështu dhe suksese. Ka kujtim gjatë dhe gjurmët e kujt të ecë. Ervin, ndërkohë që regjia do të na shoqërojë me disa foto sekuenca nga pjesëmarrja juaj në Kongresin Botror, një përmbledhje të asaj që ju prezantuat Shqipërinë, krejat më të fundit nga Kongresi Botror i gazetarëve sportiv. Ja, pikërisht së bashku me fotografin e mirënjohur të sportit Ferdinand Azislari, që i gjithë komuniteti i sportit e njeh me alias Oçalanin, prezantuam Shqipërinë në Kongresin Botror Gazetarëve. Është një kongres shumë interesant që zhvillohet çdo vit. Këtë vit u zhvillua në Rabat të Marokut. U zhvilluan goxha tema interesante. Mbi gjitha ishte një temë shumë interesante Gac. Tani po flitet shumë për këto që quhen krijuesit e përmbajtjes, pra content creator, që dal nga dal po zhvendosin gazetarët, po zihen hapësirat për median, pra ne të gjithë aty ishim në një zë që duhet ta mbrojmë profesionin ton me çdo kusht. U fol për bastet ilegale në sport, për vakumin ligjor të basteve ilegale në sport, dhe këtu kene është një temë e tillë shumë sepse nuk po bëhet ligji për të legalizuar. Fol për vështirësitë që kanë gratë për të ushtruar profesionin e tyre, se ne këtu në Shqipëri jemi shumë avantgard, por ka gra në botë të cilat nuk e ushtrojnë profesionin e gazetarit sportit. U dha shembulli erdhi një gazetar, një kolegë nga Sudani, që me mira sakrifica e bën punën e saj,
fol për batrat e konfliktit në Palestinë, në Izrael. Pra është një kongres realisht shumë si thua bëhet diçka konkrete. Natyrisht dhe ne si Shqipëri kemi krijuar kontakte solide tashmë, që prej 4 vjetësh kur unë e përfaqësoj Shqipërinë, vjet ishin bashkë në Santa Susana të Barcelonës, kështu që kemi krijuar kontakte solide me simotrat tona kudo në botë dhe kur jemi gjithë bashkë bëjmë punë të mira. Dhe nga studio jote i bëj thirrje gjithë kolegëve të sportit të na bashkohen se duke qenë bashkë bëjmë gjëra të mira në shërbim të sportit, në shërbim të komunitetit, sepse mos harrojmë diçka themelore që sporti bashkon. Nga ajo që ishim së bashku me një provojë shumë pozitive në Santa Maria të Spanjës, kjo aktivitet tjetër që ishim me kolegun tjetër Aziz Dari, duket se shënon një plus tjetër për komunitetin e gazetarëve sportiv, një dritare që sa vjen dhe zgjerohet në aspektin ndërkombëtar edhe për Shqipërinë. Patjetër dhe thash unë i bëj thirrje gjithë kolegëve të sportit, kudo edhe në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë, na bashkohen sepse sporti bashkon dhe duke qenë më të fortë, më të mëdhej, patjetër që do bëjmë dhe gjëra më të mira, por secili ka zgjedhjen e tij për të bërë. Dhe shumë shpejt dua 2 opinione, jo shumë të gjata, fillimisht për praktëneshjen Shqipëri-Serbi, çfarë tresh ka në kryeqytet, duke qenë se ju jeni një moderator edhe i licencuar dhe i aprovuar nga Federata Shqiptare e Futbollit për ekipet kombëtare, por më njëherë pasaj edhe një opinion për Superligën e futbollit shqiptar dhe konkretisht për lëvizjet më të fundit në kampin Kuqi Blu, kur kemi parasysh emrimin e 2 emrave të mëdhenj në krye të Vllaznisë, Edi Martini si kryetrajner dhe Virënçin Sinani si drejtor sportiv. Unë mendoj, po e niste nga fundi, mendoj që është një lajm i mrekullueshëm për Shkodrën që një shkodran Edi Martini, një kampion i vërtet që ka bërë mirë kudo që ka shkuar, edhe sfuni, domethënë riktheu titullin Durrës pas shumë vitesh, rikthehet në shtëpi, domethënë është një lajm i mrekullueshëm, edhe pse e quaj pak të vonuar, por më mirë vonë se kur. Patjetër kjo duke i kombinuar me Vjoresin e Sinanin, pra një binom i shkëlqyer, dhe unë i uroj Vllaznisë shumë suksese. Kam deklaruar publikisht, po e deklaroj prapë që Vllaznia do kaloj 2 ture në Europë. Besoj që do të bëj ato lëvizjet e duhura në Mercato. Për shembull kam dëgjuar që është shtyr apo do të kthehet Prymi në Shkodër, sepse gjithandej është mbushur me shkodrane, kupton, saqë gjithmonë e kam thënë me batut që nëse në fusha hedhim farë dhe mbjellim gur, në Shkodër hedhim farë dhe mbjellim futbollista. Kështu që unë uroj që të jetë mirë. 2 fjalë për ndeshjen e kombëtares. Dgjoj, është një ndeshje, po? Pa kaluar te kombëtarja, është hera e tretë kolegu Bakut që ju e përcjellni drejt për drejt në emisionin tim këtë parashikim tuaj, këtë bindje tuaj që Vllaznia do të kalojë 2 ture në Europë. E besoni vërtet dhe është një lajm fantastik, nëse do të realizohet, presidenti Alban Xhaferi duhet mendoj për një premio nga jush. Jo, s'kam nevojë për premio fare, ti e di që unë them gjithmonë atë që mendoj, kështu që po e besoj fort që do të piqen gjitha kushtet dhe Vllaznia në këtë pjesëmarrje të 5 radhazi që me ardhin Alban Xhaferit në krye të klubit. Kjo do të jetë pjesëmarrja e 5 radhazi e Vllaznisë Kupat e Europës, këtë herë do të kaloj minimumi 2 ture. Shpresojmë të realizohet ky parashikim i juaj shumë shkurt për praktëneshjen Shqipëri-Serbi. Bash një parashikimin, unë në ndryshim nga të tjerët, unë flas përpara, nuk flas mbrapa. Parashikimi Serbi-Shqipëri, dëgjoj, Tirana do të blindohet. Tirana do të blindohet si kurrë më parë. Do të thënë gjithçka edhe në xhepa do na shohin çka kemi. Edhe do të jetë është një ndeshje ku qeveria shqiptare, Federata Shqiptare e Futbollit, qeveria shqiptare, policia, organet sekrete, të gjitha do të jenë në gatishmëri të plot.
Në stadium do të ketë kamera që në kohë reale do të ketë monitoruar çdo fytyrë. Çdo fytyrë të njeriu do të monitorohet, sepse nuk do të ketë një vëzhgim të imët nga UEFA, nga FIFA, sepse është një ndeshje ku ne duhet fitojmë dhe në fushë dhe në tribuna. Në konferencën për shtyp që bëri Silvinho Di Leon, më i bëra këtë pyetje vetëm, ose i thash çfarë masash keni marrë ju, që kjo të jetë një ndeshje e vërtet futbollit, sepse duam apo s'duam ne, kjo ndeshje do t'i kaloj kufit e futbollit, do t'jetë me kontekst historik dhe politik. Sepse unë jam i bindur që nëse ne luajmë futboll, ne do t'i mundim serbët. Ashtu siç i kemi mundur në luftë, ashtu do t'i mundim dhe në sport. Kështu që unë uroj që shqiptarët e Kosovës atë ditë luajnë futboll. Dhe unë edhe nga ana organizative dhe nga gjitha do të jetë fitore e dy fish të Shqipërisë, edhe në fushë, edhe në tribuna, dhe kjo pastaj do t'i paraprit patjetër dhe organizimit të Europianit 2027 që do të organizojë Shqipëria bashkë me Serbinë. Ervin Baku, ju falenderoj shumë, si gjithmonë simpatik, koncis, i sakt në komentet dhe parashikimet tuaja, sidomos ajo për kalimin e 2 tureve të vllaznisë në Europë, ishte me veçantë. Jepit lutem koordinatat e mia Arben Xhaferit dhe besoj që do t'i përgjigjet ftesës sime me pozitivitet. Jo, konfirmimi do t'a jap drejt për drejt, ju e bët propozimin live dhe live ju vjen përgjigja. Me gjithë shef, me klasin më të madhe. Faleminderit kampion dhe urimet e mia më të mira. Faleminderit edhe ty. Respekt e kolegu Baku. Gjithë mirë, mirupafshim, faleminderit. Po nisëm njëherë me Xhafer, një ftesë publike për një emision shumë simpatik që Ervin Baku realizon në Radio Tirana, ku aty parakalojnë emrat mëdhej, figurat mëdha të sportit shqiptar. Ervini më mirë se njefti, nuk e njofim asunës edhe shumë si punë e eme. Tash është knatësi që i me marrë ftesën nga Ervini për me shku tek emisioni i tij. Me kismet kur të tjetaja dita e caktuar do të shkojmë dhe shpresojmë të kalojmë mirë. Ishte knatësi pra dhe kjo ftesë erdhi live në këtë emision. Kalojmë një herë tek 2 protagonistët që i kam në studio. Është knatësi kur 2-3 janë të spikatur dhe janë protagonistë në ekipet e tyre dhe janë e ardhmja e sportit shkodran. Do ta nisim me Ambra Reshitin, si thash, portierja e talentuar e vllaznisë U17, e cila me trajnerin Paula Jaku në krye u shpall kampione duke mundur në finale Kino Studio, një finale me të vërtetë shumë emocionuese, shënuar të parët me kapitenin dhe me pas barazoi Kino Studio. Pastaj erdhi momenti i penaltive, aty ku ishit ju protagonistët pritet 2 penalti, por për të futur në atmosferën e kësaj ndeshje ne kemi kronikën që kolegët tanë të montazhit Ledi Dani dhe Urim Hyrsa kanë përgatitur për futbollin e vajzave U17. Klubi i futbollit femra i Vllaznisë ka bërë një mbyllje fantastike sezonit 2024-2025, teksa ka fituar 2 tituj kampion. Fillimisht ishin vajzat e rritura të cilat u shpallën kampione, duke hyrë në histori si skuadër që fiton 12 tituj radhazi, edhe menjëherë pas tyre është ekipi i 17 vjeçareve, që në drejtimin e trajneres Paula Jaku mposhti në finale ekipin e Kino Studios, duke u shpallur kampion i Shqipërisë për herë të 5 radhazi. Referuar ndeshjes finale të luajtur në Tiranë, drejtuesit e Vllaznisë kanë pretendime serioze për gjykimin, sepse pas avantazhit të kuqe bluve 1-0, me golin e shënuar nga kapitenja Hasaj, janë ndëshkuar me një penalti flagrante të paqen që fiksoi barazimin 1-1 të kohës së rregullt. Por jo vetëm kaq, sepse gjyqtarja e takimit, Disela Lekgegaj, nxori 3 karton të kuq në dëm të Vllaznisë. Megjithatë, Vllaznia gjeti forcat që në gjuajtjen e penaltive me ndihmën edhe të portieres Ambra Reshiti, që priti 2 penalti, të jetë më saktë duke realizuar 5 të tilla ndaj 4 të Kino Studios e duke u shpallur kampione e Shqipërisë. Një sukses ky që padyshim ka brenda punën profesionale të trajneres Paula Jaku.
Unë kisha shumë besim të vajza, ne ba me një lojë shumë mirë, pavarësisht të pjesa e rezultatit që unë loja. Normalisht kishte ato defektet e veta nëpërmjet arbitrit, por gjithsesi lojën që banin vajzat ishte shumë e fortë. Pjesa penaltive normalisht gjithmonë është shans, por unë kisha një besim plot për vajzat, sepse kjo është viti i dytë që ata shpallën kampione përmjet penaltive dhe absolutisht besoj shumë ta. Por po suksesit të titullit kampion, ajo që ka më tepër rëndësi ka të bëjë me elementin cilësor që ka kjo skuadër, duke qenë një garanci për furnizimin e ekipit të parë. Rikthehemi në studio. Ambra, pam këto momente interesante, një përmbledhje të kësaj finale. Në fakt i themi, komunikojmë me publikun që në mbyllje të emisionit do të jetë një speciale zgjeruar me disa intervista me protagonistët e këtij suksesi, duke nisur nga trajnerja Paula Jaku, me ju, Herta Hasen dhe disa prej vajzave të tjera, por duke qenë që jeni në studio dhe ajo medalje në gjoksin tuaj shkelqen, si që shkelqen edhe Arjon Alibalit e dy medaljet e atletikës, e gëzuar, e kënaqur, e përmbushur moralisht për këtë sukses? Shumë e kënaqur, shumë e lumtur, nuk arri me i përshkruar emocionet sa herë që i shoh këto përmbledhje, është një ndjesi e papërshkrueshme. Një kampionat që ju në fakt ishit pretendent e kryesues gjatë gjithë fazës parë dhe të dytë, po erdhi momenti final dhe diçka u vu në pikpyetje, ndoshta falë edhe një gjykimi që nga ana kampit tuaj kishte pretendime. Diçka për gjykimin, mendoni se ndikoi arbitrimi në barazimin e rezultatit apo diçka më shumë? Po ndikoi arbitra gjatë gjithë ndeshjes, ishte pothuajse kundër nesh. Dhe ato dy kartonat e kuq për lojtarët tona edhe për presidentin, ndoshta ishte... Ishin tre të tillë, dy për futbollistët dhe i treti ishte edhe për presidentin tuaj Lazar Matija, i cili me çfarë pam nuk është se pati ndonjë reagim ekstrem, por pati një komunikim duket me trupin gjykuese dhe ato e vlerësuan për kartonet e kuq. Po gjithsesi ju ja dolet. Po, kartonet e kuq ne nuk i morëm si një ulje ose një diçka, një heqje motivimit, po ne u motivuam dhe arritëm që në fund edhe triumfonim. Ti mbyllnim pothuajse gojën gjithëve edhe ti tregonim se kush është vllaznia. Kur erdhi momenti i barazimit dhe momenti i penaltive, patet dyshime, emocion se mund t'ju ikte kupa nga duart? Emocione po, të them drejten, por besum në cilësitë tona, si që në edhe vajzat tjera, menum që bëm më të mirën, bëm gjithë cila prej nesh detyrën tonë, edhe në fund të arritëm që të qonim kupen. Të ndarimi të kjo në nërë individuale, pam edhe zëvendës trajnerin e vllaznisë Fabiola Rexhepi, por që është edhe trajneri i portierëve. Komunikua gjatë, ju zoj profesor Fabioli, duket ju dha udhëzime se nga do të pozicionoheshit. Sa ndikuan orientimet e tij tek pritja 2 penaltive? Ndikuan shumë në çdo këshillë e tij, çdo fjalë e tij është shumë për ne, për tjerat. Edhe i dha ato taktikat e veta, besoj që edhe fal ti, edhe fal punë që kina bërë çdo ditë, u tregu dhe dha më të mirën. Në përgjithësi, raportet tuaja me stafin teknik, me Fabiola Rexhepin që keni punën kryesore, por edhe me trajnerin Paula Jaku, cila ka marrë detyrën nga gjysma sezonit, duke përfshirë dhe teknikun tjetër Nikolin Leka, i cili është trajner i ekipit parë, por është pjesë deri vonë, ka kontribuar tek U17. Të tre profesorat ndikojnë shumë tek ne, ato janë më të rëndësishmit normal, po ato nuk do ishim asnjë prej nesh këtu. Dhanë më të mirën edhe ato, dhanë ato taktikat e vetëm, ne na meti vetëm me i zbatu, dhe besoj që edhe ne i zbatuam, edhe në fund puna e gjithëve u shpërbly. Vllaznia e madhe, absolute, edhe vajzat e ekipeve zinxhir të tilla, duket një sezon i shkëlqyer për ekipin e femrave. Çka ka burime, si kemi thënë vazhdimisht tek presidenti Lazar Matija, i cili ishte prezent në këtë finale? Po, presidenti pothuajse gjitha ndeshjet, po thojmë, është prezent, na mbështet, mundohet që me na motivu normalisht tek ekipi i majave, normalisht fitoria është absolute, janë të 12 vite rradhazi kampione, vetëm me thonë është e vështirë, lene madhe
me i fitu ato tituj, por edhe ne 17 vjeqarët monona që të ndjekim hapat e aty në vajzave. Dy penaltitë e pritura dhe kjo kupë që është në studio, kanë ndonjë dedikim për Ambra Reshitin, për kë shkojnë? Normalisht për familjen është motivimi jem ose forca jeme ma madhe. I falenderoj shumë për gjithë shka që kanë bërë për mu deri më sot. Detoj të kamera këtu për balë që ta shikoj familja, e përshëndesim familjen e Reshiti që ka rritur, edukuar, formuar një vajzë të tillë model, jo vetëm si sportiste, por edhe në aspektin edukativ. Shumë faleminderit. Gjaferi, ju keni një përvojë shumë pozitive në sportin shkodran dhe keni prekrah 2 kampion. Kur shef moshë 3, për më tepër po shishëm e pare imazhet, kur shef disa vajza të tjera moshë Amrës që festojnë kështu në grup me njëra tjetrën, ku dallohet si fryma është pozitive, nuk me gjatë tjetër vetë si mi përgëzu, po është pak, sepse siç janë kohën e sotme kur shef mosha të reja që angazhohen në sport, dhe për më tepër sjellin edhe fitore, për më tepër sjellin edhe titull dhe kupën Shkodër, mi përgëzu është pak. Presidenti tyne duhet mu përgëzu jashtë maset, por edhe ai duhet me kenë jashtëzakonisht i kënaqur me performancën e këtyre vajzave, sepse këto janë treja, shkolla kanë, mësojnë, studiojnë dhe me dalën së vitit me bënë eshe për më tepër dalën dhe kampion bravo i qoftë. Dhe për post tjerëve unë vone me Sova, Ambra jo pak sakrifikon për të ushtruar këtë sport, sepse është një portiere e talentuar, një nxënëse shëmbullore, por vjet çdo ditë me bicikletë nga Bardhajt, në zonat periferike atje ku jeton, dhe e konsumon Bardhaj Shkodër Bardhaj me bicikletë për të qenë super korrekte të shërbitje dhe në fushën e lojës. Po dashtë me ngacmu, po kjo i ban mirë edhe për shërbitje. Një bravo e madhe për Ambra Reshitin dhe për familjen Reshitit që i ka krijuar kushtet, mundësit dhe ka motivuar. Janë më përgëzu, jo thash edhe herë, për mu përgëzimi ja pak. Sporti duhet mu promovu, këta një moshë e ku me këta performanca thithën edhe mosha tjera, këta dojnë vetëm support, kështu që unë gjithmonë e kam thënë, po promovu sportin Shkodër edhe rinia është ma kënaqur me jetën Shkodër. Kjo zona Bardhave duket se prodhon portierë të talentuar. Kemi parasysh Alen Sherrin, që është pikërisht shumë pranë fëmijë në Bardhaj me familjen e Shiti. Alen Sherri që ka mbritur në majët e larta të serisë A dhe të kombëtarëve të Shqipërisë. Ambra Reshiti po vazhdon rrugën e Alen Sherrit, mos keni marrë ndoshta ndonjë spunto dhe nga talenti i Sherrit dhe nga karriera e tij? Normalisht Sherri është një futbollist që është model që duhet mu njekë edhe të motivon edhe për me ecë përpara, me arrit ato që ka arrit ai, besoj që çdo kush është i lumtur. Mi bën mirë Fladi i Kirit. Deri ku pretendon të shkojë Ambra Reshiti në karrierën sportive? Natyrisht ekipi i parë i Vllaznisë me teknikun Nikolin Leka është hapi i parë. Normalisht vllaznia e madhe është ëndra, besoj e çdo futbolliste, prej Shkodrët edhe prej jo Shkodrët, çdo kush e ndërron vllaznin. Unë personalisht uroj dhe shpresoj shumë që një ditë të jem pjesë e ekipit të majave dhe të jem pjesë e formacionit bazë, normalisht është më e rëndësishmja, por edhe me kombëtarja A është ajo që çdo sportiste e ndërron. Nikolin Leka, trajneri i Vllaznisë, dhe Armir Grima, trajneri i kombëtarëve të vajzave, besoj nëse keni ndjekur këtë deklarat të Ambra Reshitit, duhet ta keni në konsiderat dhe besoj se kjo vajzë me këtë talent e justifikon dhe do të jetë shumë shpejt protagoniste. Suksese, urime për gjithë çka keni arritur dhe suksese në vazhdimsi, do të kemi edhe specialen në mbylljet e emisionit pikërisht edhe me ju edhe me kolegët tuaja. Kalojmë direkt tek atletika. Arion Alibali është në studio. Ka në gjoks 2 medalje në 2 gara, kampion i Shqipërisë në kampionatin e moshave U18 që u zhvillua sot në stadiumin Loro Borisi, aty ku ekipi i Vllaznisë me kuartetin e trajnerëve Albert Marshi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj, që është edhe trajneri juaj personal, kanë merit në suksesin e Vllaznisë kampione, por edhe këtij djaloshit që po rritet në ekipin kampion të Vllaznisë. Urime, Arion. Shumë faleminderit.
Unë rrallë parë falenderoj familjen time për mbështetjen që më kanë dhënë dhe pastaj dhe trajnerin tem personal Jetmir Jahaj për gjithë atë përkushtim që ka bënë mu këto 2 vite që kur kam nisë atletiken, duke pas gjithë të medalit arta në garat 100 meter, 200 meter dhe 300 meter. Dhe sot bëra rekord kombëtar, duke barazuar rekordin të 4 vite që ka qenë, që është vitin 2021, me rezultatin 23-48. Kush e mban të këtë rekord? Një atlet i Skanderbeu të Korçës, Erkian Mançi. Rekordzia mund ta jap 2 garat e Arjon Alibalit që ka konsumuar sot në Loro Boriçi, pra një rekord që ka 4 vite që nuk përmirësohet. Po. Dhe duket sot e tronditet. E barazova atë rekord. E barazohet, po e tronditet që së shpejti premtoret që mund ta përmirësoni? Po. Në garët e UIZ-s, të cilat janë në fillim të qershorit nga data 4 ose 5 qershor. Ku zhvillohen? Në Elbasan. Shumë shpejt që kanë edhe gara tjera, njëra pas tjetrës. Po. Prezidenti ishte edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës Shkodrani Minjor Izmir Smajla, i cili foli me vlerësime, me komplimente për ju. Vlerësoj natyrisht rekordmenin Franco Burra, i cili javën e kaluar përmirësoi rekordin kombëtar në 400 metër, por foli me shumë besim dhe me superlativa dhe për tatën tuaj. Po, gjithashtu falenderoj dhe presidentin e ri të Atletikës Izmir Smajlaj, që mori pjesë dhe na vëzhgoi në këto garë të U18. Si shkon përgatitje? Shikojmë trajnerin tuaj Jetmir Jahaj që është në podium së bashku me ju jeni në podiumin në vendin e parë, në vend të dytë dhe të tretë janë? Në vend parë jam unë, normalisht, kampioni i kësaj gare. Në vend dytë është Simon Uldedaj, futbollisti i Vllaznisë, dhe në vend të tretë Dejan Balla. Futbollisti i Vllaznisë, por që përfaqësonte beslidhjen me sa dëgjova nga komentatori. Lezhës, po. Një futbollist e ekipit të Akademisë Vllaznia që përfaqëson në atletikë beslidhjen. Interesante kjo. Po, gjithashtu i uroj suksese edhe Dejan Ballës dhe Simon Uldedaj në karrierën e tyre në atletik dhe Simonit në futboll. Si shkon në bashkëpunimi me trajnerin tuaj Jetmir Jahaj, i përkushtuar duket Jetmiri? Është një trajner shumë i përkushtuar dhe falenderoj shumë për çdo gjë që ka bërë për mua. Ndërkohë dhe kolegët e tjerë japin kontributin e dur, patjetër. Po, dy trajnerë të tjerë, Dorian Tafa dhe Bruno Rotani, dhe kryetrajneri Albert Marashi. Prej sa vitesh ju e ushtroni këtë sport? 2 vite. 2 vite dhe më njëherë në këto pozicione. Më njëherë keni ardhur tek vrapimet apo keni regjia ka dhe garën e vrapimit ndërsa është e mundur nga ana teknike ta transmetoj po? Jam pas marrur me basketbol për 4 vite me radhë. Pastaj në basketbol në ndërtimin e trajnerit? Në ndërtimin e trajnerës Afrodita Rakaj, po. Dhe pastaj kalova tek Damian Bekteshi, ku ai na çoi për të bërë stërvitje në stadiumin Loro Boriçi dhe aty trajneri Jetmir Jahaj tha që ti je mirë për këtë sport dhe më ftoi të marr pjesë në atletik. Interesant ky fakt Bexhaferi, një basketbollist që shkon për të kryer seanca fizike përgatitore në stadiumin Loro Boriçi dhe në pistë, trajneri Jetmir Jahaj e shpikat dhe i kërkon të largohet nga basketbolli dhe të kalojë tek atletika. E çuditshme jo, po mund të them që është një risi pa qym, sepse ka pas raste sa herë që disa sportistë kanë bërë stërvitje me basketbollin, me disiplinë basketbollit ose voleboll dhe kanë shkuar me futboll. Po më e çuditshme më duket ajo pjesa kur citoj. Kjo është gara që po kryeson Arjon Alibali dhe më rini parë në finish. Po Beni? Citoj për djalin që lutet futboll me grup moshët e Vllaznisë dhe konkuron për atletik për ekipin e Beslidhjes. Simon Uldedaj. Janë 2 vëllezër Uldedaj me sa kam parasysh. Dhe ato, përsëri nga informacioni, ato banojnë në marrësi të madhe. Apo janë nga Lezhë me origjinë, por duket kanë edhe një prerardhje nga malësia e madhe. Nëse të kthyti Arjoni, më mirë me fol direkt për Arjonin. Shpresoj që ta keni bërë zgjedhjen e duhur për veti. Edhe basketbolli është një sport që është bëjegi hapur në Shkodër, po shpresoj që keni bërë zgjedhjen e duhur dhe ju uroj suksese. Mund të kemi ndonjë zhvendosje përsëri nga atletika tek basketbolli? Nuk e besoj sepse atletika jam kushtuar shumë atletikës dhe është një nga sportet që pëlqej më shumë.
Familja, cilin sport përshëndet me shumë? Atletikën apo ka pasur preferencë basketbollit? Familja ime ka pas preferencë basketbollin, por ata më kanë dhënë një zgjidhje të lirshme që unë të kaloj direkt në atletik. Nuk më kanë penguar. Sa mbështetje keni nga familja? Sa tifoz janë prindrit tuaj? Shumë mbështetje nga ato. I falenderoj shumë për mbështetjen që kanë për mua. Cili prej tyre është me tifoz pas Arionit? Të gjithë i kam njësoj të familjes time, nuk mund t'i dalloj. Janë shumë të mirë. Ju ndjekin në garat tuaja? Po. Sot ishin prezent në stadionin Loro Borisi? Unë tamam nuk kam qejf që të kem persona në garë, sepse kam shumë emocione dhe ndihem shumë mirë kur nuk kam persona duke më parë. Megjithatë, kjo mundi duke u pasuruar në vazhdimsi dhe kalojnë emocionet, kalojnë. Emocionet. Më bëni çudi diçka se unë rastisht isha në stadion, po i thosha por edhe këtu kur diskutuam me kampion që kanë dalë. Isha rastisht atje edhe pse nuk krijohet. Ndërkohë që unë po realizoja filmimet, ju kam parë tek Lorgja Sipër, tek sa konsumonin një kafe me presidentin Alban Xhaferi, me siguri duke koordinuar veprimet e pjesëmarrjes në Ligën e Kampionëve. Edhe atë kena cik, po ishim takim punët për sa i përket sportit. Ishim të bëjmë një azhonim për disa gjëra dhe pse distanca është e largët, unë e konstatova këtë plan. Jo, zakonisht i ka shef larg gjithmonë, i gjithmonë larg pams, dhe ki pa mirë, po më bën përshtypje diçka. Duhet edhe i fije organizimi i fije më i mirë. Për shembull, orari që ishte aty ishte një orar gati te mesdita, nëse s'ka bërë. Nuk ishte e përshtatshëm, duhet ta pranojmë. Orari ishte e përshtatshëm, por marrim këtë pjesë, okay, s'është e përshtatshëm, po pse s'ka një organizim të tillë ku grup moshët e tyre një orë nuk më merr mendja se noll në gjë me marr leje shkollat, shkollë paralele aty në diçka dhe më dhani fije më entuziazëm edhe stadiumit. Aty ishte ti, Alban Hasani, drejtori i Bashkisë Sporteve. Pse si, domethënë nuk e kuptoj pse nuk bëhet një organizim i tillë ku më çu një klasë shkollash më pa pse ja. Ose atë sporti nuk ka si gjatë keqe. Ky djali tha që ka emocione. Okej, po emocionet kalojnë hap pas hapit në. Regjia ka disa pamje nga garat e sotme. Përpos garave individuale të Alibalit. Po beni pa, ju keni të drejtë pa, shpeshherë cekur edhe kjo temë, masivitet. Ne kena kërku masivitet, ne kena kërku dhe na kena një projekt në kry për këtë gjë. Për shembull, duhet me shku tek shkollat, me kriju aktivitetet e tilla ku Milan me kuptu se për çfarë bëhet fjalë. Sepse, okay, atletika është fjalë e madhe, po atletika ka disiplinë të ndryshme, ka hallin e çekiçit, shtiz, këtë tjetër dhe si ka me kuptu një djalë i ose i vajzë 15 vjeçare, 16 vjeçare vetëm me emisione, kur ndoshta këtu duke pa një garë, duke pa gëzimin e Ariolit, duke pa gëzimin e ëmbëlsht tek nesha e futbollit, i tërheq interesin edhe me shku, krijon masivitet dhe nuk ka si gjatë keqe nëse një shkollë X ose Y çon një klasë me 10, 15 vjet, 20 vjet, një orë mësimit është ajo, ose mos e marrën orën 12 dhe me kanë shikues aty. Edhe kjo është një ide e mirë. Sa me dal në xhiro një temë e tillë u lakua edhe në takimin shumë interesant të veteranëve të futbollit kur mbriti skuadra nga Spanja dhe kishte shumë pak të pranishëm dhe vetë futbollistët, sidomos ato të ardhur nga kryeqyteti Bardhiera, i cili është një figurë e njohur dhe është antar i Federatës Komitetit Ekzekutiv, i bëri përshtypje se përse nuk ka të tillë organizim si thatë ju për shkollat. Është thjesht një koordinim detyrie arsimore me është këtë thjesht i bëhet një kërkesë ose mos po them i bëjmë vetëm për të thjesht, thotë të shkojmë të kalojmë një orë 45 minuta. Thjesht orën e edukimit fizik ta konsumojnë atë është një argëtim me të. Është një nxitje, një motiv edhe për ato nxënës që të shijojnë. Po nuk mendoj gatë se kampionati atletikës për U17-at, nuk U18 janë bashkëpunëtorët e tyre. E para është kjo, po nuk mendoj që ky kampionat u vendos dje për mu bë sot. Do të ketë data do të nda një javë, një muaj para, dhe nuk është sa një gjë e madhe mu organizuar me çu 1-2 klasës, më normale. Megjithatë, për ta plotësuar edhe të temën atletikës, ne patëm kënaqësinë që presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës, shkudrani më i njohur, ish kampion dhe rekordmenin shqiptar Izmir Ismailin ta intervistojmë, ta ndjekim intervistën e tij dhe më pas do të rikthehemi në studio për të konsumuar edhe futsallën për 3 më të fundit në kampin e futsallit shkodrane dhe do ta mbyllim më pas me një intervistë tjetër me kryetarin e Atletikës Albert Marashi dhe
speciale në futbollit të vajzave, aty ku entuziazmi ka qenë kulmor në kompleksin sportiv të ekipeve kombëtare në Kamp, aty ku Vllaznia çoi kupën për herë të pestë radhëzi. Ju ftojmë të ndiqni intervistën me Izmir Ismailin, president i Federatës Shqiptare të Atletikës. Me kanë krujt federatë, ishte një vendim që unë e mora, ka një vit e gjysë e mora si vendim. Sa është nder dhe kënaqësi, po ashtu është edhe një vend me përgjegjësi tepër të madhe. Me këtë vendim, pra me këtë pozicion që keni marrë tashmë si drejtues i Federatës Shqiptare të Atletikës, do të thotë se Izmir Ismaili e ka mbyllur konkurimin si atlet? E ka mbyll, e kisha shumë vështirë me mbyll, po ky ishte një vendim personal të pa dhe dëmtimet që kalova vitet e fundit, putjen e ligavendëve dhe nuk u riktheva aty ku duhet. Në rolin e presidentit mendoj që është një pozicion që unë e meritoj. Për shkak të eksperiencës personale që unë kam pasur si atlet, si kampion Europës, si kampion Ballkanit. Edhe me kuptu nevojat reale të sportistave, trajnerave, gjithë komunitetit atletikës. Edhe unë i them tanëve që Federatën Shqiptare të Atletikës dhe mu si president do më kenë më afër se kur. Sepse e di se çfarë do të thotë kesh mbështetjen e duhur, infrastrukturën e duhur, financimin e duhur, ti mundesh me ecë përpara. E gjithë kjo përvojë, Ismail, që keni fituar prej sa vitesh, jo vetëm në Shqipëri, por sidomos edhe në pjesëmarrje të shumë eventeve të larta ndërkombëtare deri në botror, europian, ballkanik dhe botror. Sa mendoni se do t'ju shërbejnë punën tuaj? Ta thash, Gasadin, që unë kam kanë vetë sportist elitar, edhe e di se çfarë do të thonë me pas mbështetjen e bashkisë, mbështetjen e ministrisë, mbështetjen e Komitetit Olimpik, sidomos mbështetjen e federatës, financimin, që ti me keni plëcum, dhe mos me të mungu gjoha si atlet. Janë ditët e para të detyrës tuaj si president dhe me njëherë me 2 kampionate radhazi në Shkodër, pra keni filluar punën tuaj me kampionatet e Shkodrës, fillimisht me Kupën e Shqipërisë, Vllaznia u shpall fituese për herë të 19 radhazi dhe tashmë me kampionatin e moshave U18 jeni aktualisht përsëri në Shkodër. Atëherë na shpresojmë që shumë aktivitete t'i sjellim në Shkodër, sepse është kënaqësi me ballë në Shkodër dhe gjithë komuniteti është shumë i gëzuar kur sjellim aktivitete në Shkodër. Pa diskutim, unë më them që e kisha kamën e marrë si aktivitet parë që Franku Burraj na bani një rezultat fenomenal, një rekord 46-14. Që është një rezultat shumë e perspektiv, sidomos në garat ndërkombëtare që po vijnë. Kurse sot jena të zhvillu kampionatin kombëtar këto U18, kjo është një mundësi e shkëlqyer për gjithë rinin për me promovu veten, me dha një mundësi me konkuru me një tjetrin dhe me zhvillu aftësitë e tyre. Këtë intervistë Izmir po e jepni pikërisht në stadiumin Loro Boriç, atje ku ju jeni rritur si atlet fillimisht edhe në përkujdesin e trajnerit të madh Milan Tufic që sot nuk jeton, dhe natyrisht nostalgjia juaj edhe kujtimet janë të jashtëzakonshme nga ky ambient sportiv. Gati, unë kam nerë dhe krenari me bë gara këtu. Këtu kam kujtimet më të bukura të jetës time. Këtu jam rritur që në moshën 9 vjeçare, fal për Servilit, Milan Tufit unë u bëna kampion Europës, kampion Ballkanit. Edhe diçka tjetër në kryesin, në stafin drejtues të Federatës Shqiptare të Atletikës është zgjedhur dhe një shkodran tjetër, një kolegi juaj i disiplinës së kërcimeve, Gledis Halluni. Një tjetër element pozitiv edhe për Shkodrën ndoshta. Patjetër, për kryesi na kena 2 veta në kryesi, është dhe Oltin Luli, rekordmeni i 200-shit, pjesëmarrës në Olimpiadë, po ashtu edhe Gledis Halluni. Për Oltin Lulin ndoshta nuk i citohet sepse ka disa mandate që vazhdon të jetë antar i kryesisë, por e reja me e fundit është Halluni, që është bërë pjesë e kryesisë. Pra, ndoshta është edhe një lobim shkodran, mund ta themi në këtë mes se mund të përfitojë edhe. Nuk mund ta quaj sepse unë me thënë drejtë nuk ka se u përziva fort në çështjen e lobimit tek pjesa e kryesisë. Unë kisha hallin tim edhe ja arrita qëllimin. Pa diskutim që është një fitore për mua të kem në kryesi gjë shkodran. Edhe me mbështet në projektet e mia. Tash i gacën do të thonë edhe një 2 fjalë për aktivitetet që na vinë në vazhdimsi, ku do kena me datë 4 qershor kena aktivitetin U20 dhe pastaj me 11-12 qershor kena kampionatin kombëtar për të rritur, ku jeni të ftuar të merrni pjesë që të promovoni edhe më shumë sportin atletikës. Pastaj kemi ligën e tretë që bëhet në Maribor në Sloveni me datat 24-25 qershor. Kemi kampionatin ballkanik për të rritur në Volos në Greqi. Kemi edhe kampionatin botëror në Tokyo.
Shpresojmë që Franku Burraj tjetë në formë dhe në dhërën Shqipënisë një medalje. Ka një numër i madh vërtetërisht ndërkombëtare që padyshim dhe Federata Shqiptare e Atletikës e ju drejtoni ka ambicet e veta, objektivat e qarta. Kam objektivat e mia të qarta, por du të them që gjatë mandatit tem, në mbështetje maksimale do ketë brezëri, sepse mendoj që brezëri ka kanë pak ilonën masdoret. Edhe na do mbështet brezin e ri, nesër mas nesër kena një Zmir tjetër, një Luis tjetër, një Franku tjetër, një David tjetër. Rikthehemi në studion, ndoqëm pra dhe presidentin i Zmir Ismailit, që është presidenti i Alivalit. Alivalit, dini që keni një mbiemër tradite në sportin shkodran dhe kryesisht edhe në futbollin shkodran. E vërtet. Kujtoj Latif Alibalin, futbollistin kampion të Vllaznisë 45-46 apo 45-46, që është pjesë e historisë, por edhe Alibal të tjerë në vazhdimsi. Pa përfshirë valën të jashtë me mendjes edhe Bashkim Alibalin e artit shqiptar, kështu që nuk është këtë rasti që edhe ju keni mbritur në këtë nivelje. Si janë pretendimet tuaja për vazhdimsinë? Pretendimet e mia në vazhdimsi janë që të marr pjesë në garë ballkanike, edhe pse jo të kem rezultate edhe më të mira, të thej edhe rekordin në 100 metër gjithashtu. Nuk e pyetja si pyetja dhe Ambrën, portierin, këto 2 medalje dhe kjo kupë, për kë shkojnë? Dedikim? Këtë medalje dhe kupa i përkasin si dedikim familjes teme, për të mbështetje, dhe kryesisht trajnerit tem personal Jetmir Jahaj. Shumë falenderës për ti, për ta mbështetjen që i bën për atletët e vet. Dhe i bëj thirrje të atletëve të ri që të merren me atletiken, sepse ky sport është, siç tha edhe gazetari Gasper, është mbretërisha e sporteve. Përgjime dhe gjithë trajnerëve tuaj, kuartetit si stam edhe me herët, por në veçanti Jetmir Jahaj meriton respekte për punën e tij dhe sidomos për këtë talent i cili shumë shpejt do të jetë në elitë, që këtë aktivitet ishte barazoi rekordin kombëtar, por pretendon edhe me tej. Kështu që i shkojnë meritat edhe Jetmir Jahajt, i cili është një trajner pasionant, pas sa dhe kolegët e tij. Suksese në vazhdimsi. Shumë faleminderit. Arben Xhaferi, rralla juaj për futsallën, në atë pozicion ka qenë javën e kaluar në këtë studio Semir Gokaj. Semiri. Ai i cili kemi thënë vazhdimisht ka një të majtë të idhët, një të majtë potente, kur spostohet nga djathtë në të majtë, gjithçka pritet prej tij. O shty o gol janë gjujtet e tij. Është e vërtet, por edhe Semiri po shok të skuadrës vetë nuk bën. Kështu që ai ka meritet e vete, jashtëzakonisht që po, por ka meritet edhe grupi, që është i përbën për 10 vetëve. Ti rikujtojmë dhe një herë emrat me radhë që nga portieri? Po i marrim me pozicione, 2 portierët Fatos Behari Olsi Gjergji, dalim tek mbrojtja Besford Gjoklej bashk me Alban Bashej, ose me Alsit Tafili dhe me Aridi Paxhia. Të shku të Semir Hyseni, Ardit Mesi, dhe shpresoj që ti kam thonë tonë 10 veti jena, 10 veti janë. Po besoj se ka si. Jo, kena edhe Denis Çokaj. Po. Edhe autor golash. Edhe autor golash, është i dyti, është golçinuesi i dytë për ekipin. Aridi Paxhin e harrova. Ja, e thash. Ja, ore s'mundem me harru, ja. Unë s'mund të harroj asnjërin prej tyre, po Denisi nuk e di sepse harrova. Dhe janë 10 vet, ta shohim kismet. Jena të pa se mos ndoshta bëjmë në afrim për Champions League, por jena gjithmonë të pa pak, jo vetëm tregun, po edhe tipologjitë e lojtarëve. Në qoftë se mos ndonë do më fol diçka më tepër edhe për shortën e këta. Një Tiranë potente që prej vitesh nuk e lëshon titullin kampion, nuk e lëshonte dhe merrte pjesë në Ligën e Kampionëve, por u dorëzua përballë Vllaznisë. Pak sa e vështirë, po ja arritet. Atëherë ti isha ditë dhe pavarësisht se mos na mbrapa kisha edhe impenjime të tjera dhe nuk mundem të ndeshëm, po ti e pa vendeshën. Atëherë jo, ne detyrojmë të kryejmë. Ja, detyrojmë të kryejmë, po doshme regjistruam ndeshjen, morëm me atmosferën, intervistat, ju shkuat te Thesonit në jo, po doshëm me dal diku tjetër, doshëm me dal që nuk ju te Thesonit me ekipin tuaj në Durrës. Ne shkuam tek futbolli i vajzave për të shijuar një titull kampion tjetër. Ajo ka një ditë shumë e gëzueshme për qytetin e Shkodrës. Besoj që në harkun kohorë të 2-3 orë. Që shumë kush mund të kenë skeptik, por megjithatë ne kena bërë çunat kanë bërë detyrën dhe diçka
pse e thosha gjë më përpara? E thash sepse nuk i hub gjë nga festa. Dhe kjo gjë kam në sensin kritik të gjënave. Sepse atë ditë nëse nga entuziazmi ne nuk vumë shumë gjëna, sepse për ne është e rëndësishme me fitu, me dal kampion. Mund t'i plotësojmë aktualisht. Mund t'i plotësojmë aktualisht që është për shkak nuk u bën një organizim i duhur. Ana federacionit ishte thjesht një medalje sikur ne po ja kishim vjedhur, por ne e fituam. Dorëzimi i kupës ishte sepse nëse unë dhe shohim imazhet e kampionateve më përpara të Tiranës. Me fishë zjarre me. Po ne s'po kërkojmë fishë zjarre, por kërkojmë një banderolë siç është parën, ekipi kampion kombëtar, kaq asaj ishte. Dhe këtë gjë ata faktikisht dërguam te federacia kërkuan fal dhe ka mundësi që duhet me bëj një organizim në qytetin e Shkodrës pranë bashkisë, por po presim gjithmonë në hapësinat e tyre. Por megjithatë kjo është për ne një diçka që është në plan dytë. Kthehemi te Neshë me Tiranën. Neshë me Tiranën siç e cikët e më përpara, ne kena filluar me përgatit një javë parë, mas qysh në ditën e një ditë mas Neshës me Vlonën, që ka kanë gati një javë para asaj Neshë. Djem të mlodhe një ditë parë, ditën e shtunë qysh në mjesin e Gjerën e Laxhit. Dhe për këtë gjatë duhet më përgëzu dhe presidenti Fisnik Prabullushi. Dhe unë i kam shku tek djem para dite rreth orës 8:30 mjesit ditën e diel, ku kam gjetë, po të tregoj disa detaje, kam gjetë atë ditë në mjes, në qoftë se s'ka bërë, kam gjetë Denis Çokaj dhe Ari Depagjin të parë të pi kafe, ishte ora rreth 8:30 pa çaj. Dhe hap mas, domethënë orë mas ore me rrallë erdhën gjithë dhe na mbledh aty. Kena kaluar ditë super të mirë me një tjetër, që mendoj që i ka bërë shumë mirë djemve. Normal ha me drekën bashk, ata shkojnë me pushunën, rreth orës 2:30 duket diçka tjetër, kena shku kena pa Neshët e zhvilluar më përpara si me Vlonën dhe si me Tiranën më përpara. Diskutu me 2-3 gjëra, temas ne u bëmë gati për me shku te Neshë me Tiranën. Por djemt nuk e kanë vu për asnjë çast ndryshim. Nëse unë mund ta kem vu ndryshim, më thojza, kam qenë pak skeptik sepse është e skaramancie që çdo njeri ka. Në sytë e tyne dhe na që kanë dhënë fush nuk kanë vu për asnjë sekond ndryshim fitimin e titullit kampion. Nëse në Shkodër nuk ka pas asnjë person që mendon që ne dalim kampion, dhe ma kam thënë këtë gjë, dhe unë mundem në fakt edhe vetë rezultatet e fazës parë dhe të dytë me disa oscilacione krijuan idenë se Vllaznia nuk është pretendente. Është vërtet, humbjet në shtëpi me Flamurtarin, me Tiranën. Po kompensuan në fazën e dytë. Ti te bota sportit e njeh shumë mirë. Bota sportit ka diçka, duhet me zjarr nga gabimet. Duhet me mësu për gabimet. Dhe piknisja jonë për fitimin e titullit kampion ka qenë gabimet që kena bërë me Vlonën Shkodër, me Vlonën, me Flamurtarin në Vlonë dhe me Tiranën në Shkodër. Dhe ato kanë qenë 3 neshë që neve na kanë dhënë atë shkundjen e fortë, që shife ne jena shumë më të fortë se ata, dhe pse na kanë mujt. Dhe këtë gjë treguan në fushë, tash ti e pava neshën, e treguan në fushë, është një shprehje që unë ja them çunave. Ti mund fitosh, por nuk bim. Çunat atë ditë fitunin, por edhe bimen. Në futsal mundojnë neshë 1-0, nëse ne shif statistikat është rrallë, mund të jetë edhe neshë që ka bërë Tirana me Vlorën këtë rrallë, është rrallë, sepse dinamika e tillë duhet me bëj gola shumë. Dhe ti e din mirë që Neshë marrë 0-0 pjesa parë dhe 5 minuta nga fundi na bën me golin 1-0. Një këmbgulje e Vllaznisë, sidomos e Sport Gjoklet që shoqëroi topin në 90. Unë kam quhet Mishi Kokë kur i tash e kujtoj prap, ai ka një gol në dhurë. Ju keni fluturuar në momentin kur është dëgjuar vëshëllima përfundimtare e gjyqtarit kryesor Albano Stolej, atëherë tashme kam konstatuar me vete e thash se Ben Xhaferi tashme beson se është kampion. Vetëm atëherë kam domethënë kur ai arbitri ka bërbylit për faul. Unë kam po arbitrin, thash çalla, ai boni me dorë faul që ishte faul për ne në atë moment, por pava që tabela kishin shkuar gjithçka 0-0, thash pse s'po i bën. Dhe më duket kam hin fush po era bërbylit Alla faul po pa nga kronometri. Po, atëherë mas na boni me dorë që e mbylli. E mbyllë dhe ishte një sukses vetëm për ju në fush, por u përjetua me emocione edhe në tribunat e tifozëve që kishin ardhur shumë nga Shkodra. Mjaftueshëm. Po, mes tyre ishte edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi me familjen e tij, po natyrisht edhe stafi i presidentes së futsallit Fisnik Barbullushi, presidenti me kolegët e tij të stafit që janë... Kanë edhe 2 persona tjerë që janë të sponsorët general tonë, Smart Investment Management. Po, njëri prej tyre është Mirsad Lamaj që vazhdimisht në skuadrën, 2 të tjerë të quhen? Atëherë, ishte Turi,
Artur Tagani që bashkë me Mirsadin janë persona që janë një bashkëpunëtor të Fisnikut, domethënë Fisniku ka presidenti, atëherë ata janë sponsorët, dhe ishin edhe dy persona tjerë që ata janë pak si maskenave ku ata kontribuojnë bashkëpunojnë me Fisnikun që janë bashkëpunëtor. Mirsadi është i vazhdueshëm, në fakt, e konstatoj vazhdimisht se është pranë skuadrës. Tifoz i mirë, sportash i mirë, por edhe një djalë shkodran i mirë ku shife me pas më shumë si punë e Mirsadit do të ishte mirë. Nuk e flas nga ana financiare se sa nga supporti. Edhe tek futbolli i madh është aktiv. Supporti, shife, kur të kontribon. Po si kontribon? Unë tash ata nuk i di ti se e din më mirë, por unë mund të më thonë që është një kontributor i mirë edhe nga ana supportit. Në sensin që është gjithmonë me skuadrën, pyet si shkon, keni gjë nevojë, është një sportar i mirë. Në aspektin personal, Arben Xhaferi, drejtor teknik i klubit futbollit Vllaznia Futsal, por trajner në fushën e lojës dhe besoj se e keni bërë mirë, edhe pse trajneri aktual është Alci Tafili, i cili duke qenë se luan në fushën e lojës, nuk është krejtësisht 100% të drejtoj. E vërtet, të shpjegoj diçka tek pjesë si është bashkëpunimi juaj, se shpeshherë konsultoheni. Po, të shpjegoj diçka. Por i shikoj edhe gjatë ditës në kohën e lirë duke konsumuar kafe njëri me tjetrin. Ne rrim minimalisht i ditë pa, i ditë pa. As i ditë pa, i ditë ja, pa i ditë pa, i ditë pa. Bile pak para se mora këtu, se është duke bë një kurs në Tiranë, më tha që jam hajde se pas 50 tash jam te Gaci, mirë ta bani thava të fala. Dhe është diçka, ne ditën e parë mas nesër që kena luajt, mas finales neve shkuam në një emision tek zona 30 tek Erti, nuk e di më emrin, në Tiranë, te RTS Sporti. Dhe i bani këtë pyetje. Si e ndin vetin si trajner, a shef më mirë ekipin kur je në fush apo kur je në stol? Kështu që tu kthy tek kjo pjesë meritën më të madhe të skuadrës, nga e deri të zhë e ka profesori Alsidi. Që unë i them profesor pas kam qejf se ai jep kontributin maksimal në fush. Pse e them këtë gjë? Sepse duke filluar nga dita para stërvitjes deri në fund, ai krijon skemat, ai mund konsultohet me mua për diçka, mund të flasim për diçka. Por ai është ai që e drejton skuadrën si në fushë si në stol. Në qoftë se ai thotë që në stol e shef pak më mirë se në fushë, kjo është e vërtetë. Dhe e fundit po shumë rëndësishme, shorti, kur do të hidhet dhe cilat janë disa nga elementet që priten. Kyç. Dhe çfarë preferencesh ka Vllaznia në këtë short? Atëherë, shorti hedhet me datë 2 korrek në Union të Zvicrës dhe mund të jetë me 4 skuadra, bëhet me një sistem grumbullimit në një vend të caktuar, ku mund të jetë edhe Shqipëria, Tirana në këtë rast, o mund të jetë me 4, o mund të jetë me 3 skuadra, ku nga ky grup del vetëm një skuadër. Normale është skuadra që ka pikë më shumë. Dhe mas kalimit kësaj fazë që shpresojmë të bëjmë performancë mirë, objektivat tonë janë minimaliste, por edhe aty nuk shkojmë vetëm për pjesëmarrje. Atëherë më thënë do të hadh një short tjetër që është me datë 6 shtator. Ky turne zhvillohet nga data kudo që zhvillohet nga data 25 ose 26 deri me datë 31 gusht. Zgjat vetëm 5 ditë sepse o 2 o 3 nesër janë. Shpresojmë të keni një short sa më jo të lehtë, po një që të jenë skuadrës. Në shortin e Zvicrës do të ketë përfaqësues nga kampi Kuxhiblu? Po, praktikat për me shku me kanë pjesëmarrësit e kena mbyll, presidenti i ka mbyll, do të shkojmë unë, presidenti edhe kapiteni dhe trajneri i skuadrës Alci Tafili. Pra, presidenti Fisnik Barbullushi, drejtori teknik Arben Xhaferi dhe edhe kapiteni. Kapiteni dhe një herëzi trajneri Alci Tafili. Një trio që shpresojmë të keni dorën e mbar. Inshallah kena fat. Tek përcaktimi. Zakonisht unë kam fat, po inshallah. Dhe kretë e fundit, lëvizjet brenda kampit do të ketë përforcime, e thatë me herët, kjo skuadra do të jetë baza ekipit, autoritet do të jetë në baza, por mund të ketë në një. Aktualisht baza do të jetë kjo 10 vetë dhe nuk luhet hiç, as negociohet kjo 10. Do të mundona për me marrë. Do të jetë stabil, por nëse ka diçka plus është mbi 10. Po, do të jetë mbi 10 sepse nga informacionet që kena, ekipet Europë që marrin pjesë futsal ka një përgatitje duke pas si disiplinë profesioniste, në sensin që kanë kampionat me 2 liga, me 3 liga, duhet me pas, duke pas parasysh që kjo futsalla ka dinamik ka dinamik shumë shpejt, duhen minimalisht pak një 13-14 lojtar. Shohim, jena të kërku, shohim. Shpresojmë një short sa më të bardhë dhe një përfaqësim sa më dinjitos, sepse kolegu im Evin Baku nga kryetësiteti ju e dëgjuat për futbollin e madh të Vllaznisë në superiore, ka një bindje të plotë se kalon 2 ture. Shpresojmë që të paktën një të kalohet nga Atëherë po që në Shqipëri po kaluam turën e parë, po bën Shqipëri një të ftuar.
Suksese në vazhdimsi dhe urime, përgëzime për çfarë keni arritur. Siç tha më herët, në mbyllje do të ndiqni një speciale me intervistat entuziaste pas suksesit të vllaznisë vajzave në futbollin, ku shpall kampione për U17, por përpara vajzave do të jetë një intervistë me kryetrajnerin e vllaznisë në atletikë Albert Marashi, i cili erdha sot në stadiumin Loro Boriçi kur vllaznia u shpall kampione e Shqipërisë për U18. Duke falendëruar të panishmërin e studio Ambra Reshitin, portierën e talentuar të vllaznisë që priti 2 penallti në finale. Urime Ambra. Shumë faleminderit. Suksese në vazhdimsi dhe shpresojmë, urojmë që ato premtime dhe objektivat që i dhatë, që i morët në këtë studio për të qenë pjesë e vllaznisë madhe dhe ekipet kombëtar të realizojnë. Shumë faleminderit. Urime Alibali. Arion Alibali, kampioni 2 fisht në atletik U18 dhe barazuesi i rekordit kombëtar. Suksese në vazhdimsi. Shumë faleminderit nga ju. Benurime, për çfarë keni arritur dhe suksese në Ligën e Kampionëve. Nga unë Gaspar Marku dhe kolegët e mi të pultit të transmetimit, Nino Jakovo dhe Florian Gردani, ju përshëndes dhe ju le takim ditën e premte në emisionin tjetër Histori Sportive, ku personazh kryesor i këtij emisioni do të jetë një figurë e madhe e sportit shkodran në vite, një emër, një emblem e vllaznisë, Zyti Çoba, rrëfen historinë e tij sportive, nga basketbolliste, student i mjekësisë, mjek i përgjithshëm, mjek i klubit Vllaznia, një kontribues mbi 50 apo 60 vjeçar tek Vllaznia, që akoma dhe sot në moshën 83 vjeçare është pjesë aktive e klubit të futbollit Vllaznia, duke kontribuar për futbollin shkodran, ku me të drejtë presidenti i Vllaznisë në futboll Alban Xhaferi ka deklaruar që Zyti Çoba ka kontratë të përjetshme me Vllaznin. Duke juftuar të na ndiqni ditën e premte në orën 20:30 në këtë studio me Zyti Çobën, e mbyllim këtu, e mbyllim në studio, por ndiqni intervistën me Albert Marashin dhe specialen e futbollit të vajzave. Miropafshim. Vazhdojnë sukseset e ekipit të atletikës Vllaznia, ku pas fitimit të Kupës së Shqipërisë pak ditë më parë, sot Vllaznia shpallet fituese e titullit kampion për kategorinë U18 me kryetrajnerin Albert Marashi. Profesor Urime. Faleminderit. Të thosha që kjo është suksesi i radhës pas fitimit të Kupës së Republikës. Do të thosha kanë bërë një paraqitje jashtëzakonisht mirë atletët tanë, edhe sipas pritshmërive që ne kishim. Kjo është një punë e vazhdueshme, e jashtëzakonshme që bëhet prej të gjithëve, prej trajnerëve, kolegëve të mi, Bruno Rotani, Doren Tafa, Jetmir Jahaj, që vazhdimisht janë kërkues me atletët e tyre për rezultate të larta. Çka e treguan edhe në rezultatet e ditës së sotme, duke pothuajse duke dominuar të gjitha garat e atletikut, ato që ne kemi, sidomos garat e kërcimeve dhe të sprintit. Do të theksoj këtu në garën e kërcimit tërhapsh, Mario Cepi, dhe në kërcimin së gjatit poshtë Mario Cepi, në garën e 110 metrave me pengesa Ergi Dallnesi dhe Andrea Nenshati, po ashtu në garën e 400 metrave me pengesa Ergi Dallnesi, duke zënë vendin e parë. Në kërcim së lardi kanë bërë një paraqitje shumë mirë Andrea Nenshati, duke zënë vendin e parë. Në garën 100 metrave dhe 200 metrave përkatësisht Arion Alibali, duke zënë vendin e parë, po ashtu në garën e 400 metrave Dejan Balla, duke zënë vendin e parë. Njëkohësisht edhe 2 stafetat në sportistët tanë kanë bërë një paraqitje shumë të mirë. Kjo është një punë e jashtëzakonshme që bëhet prej vitesh, që punohet shumë me grup mosha, në mënyrë që kemi rezultate pastaj edhe për ekipin e tij. Profesor, vitet e fundit, si zakonisht të gjitha vitet janë fituar nga të gjitha kategoritë e ekipit Vllaznisë. Në mund ta themi kështu, cili është sekreti i këtyre sukseseve të një pas njëshme me të gjitha kategoritë e moshave? Ashtu siç e theksuat dhe ju, kemi 17 vite që kemi suksese me të gjitha grup mosha, duke filluar që me moshën U13, U16, U18, U20 dhe të rriturit. Kjo është fal punës që bëhet me të gjithë trajnerët, me ekipin e moshave, theksi është vënë tek ekipi i moshave dhe punohet fort me këto grup mosha. Po të shohim këtu që shërbiten rreth 120 fëmijë në pistën e stadiumit Loro Boriçi dhe kjo është suksesi jonë që ne punojmë shumë me moshat dhe kemi rezultate jo vetëm vendet para, por edhe rezultate cilësore me kohë. Kjo është ajo që do të thosha që duhet punohet cilësisht.
Koleksionuat 2 trofe brenda javës dhe ne vazhdojmë një presin të tjera gara dhe më të vështira. Sipas kalendarit vjetor të Federatës Shqiptare të Atletikës, aktiviteti i radhës është kampionati i të rive dhe kampionati kombëtar i të ritëve, që është kulmi i aktiviteteve. Do të thosha që edhe për këto 2 aktivitete do jemi dhe përsisht besoj suksesin e këtyre viteve që kemi pas kështu që përmendëm shumë për rezultate të larta, seriale rekorde kombëtare. Një rekord kombëtar fantastik ai i Franco Burrajt, që ishte dhe më themi pika më e lartë e 2 aktiviteteve. Ju kënaq? Të them të drejtën, rezultati i arritur nga Franco Burraj javë më parë ishte një rezultat fantastik, i jashtëzakonshëm, që arrihet në pistën e stadiumit Lori Boriçi, një rezultat i rrallë që arrihet në këtë pistë. Kështu që Franco është në rrugë të mbar dhe shumë shpejt Franco do jetë në rezultatin 4-5-5. Kështu që do jetë edhe pretendent kryesor për lojrat olimpike dhe pjesëmarrës edhe në kampionatin botror që zhvillohet në Tokyo në muajin shtator. Ne presim shumë prej Francos, presim rezultat rekord edhe në garat në vijim, jo vetëm në 400 metra, por në garën e 200 metra. Do një Franco të dytë të ekipi i Vllaznisë, ke mund të veçojë? Duhet veçosha këtu Leandër Çardakun, që është një sportist jashtëzakonisht i mirë në garat e sprintit, që shumë shpejt edhe ai do jetë në xhumet e Francos. Kemi sportistë të tjerë si Kolindo Kiri në garën e kërcimit të hapsh, që premton shumë për rezultate, edhe pse jo ndonjë rekord këto vite. Gjithashtu Muhamet Çengeli, po ashtu një kërcyes shumë i mirë. Ende Irakaj, po ashtu edhe një vrapus i sprintit shumë i mirë, kështu që kemi një grup atletësh që pretendojnë shumë dhe ne presim shumë për tyre që të arrijnë rezultate të larta. Urim dhe një profesor dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit. Ju ja keni marrë dorën golave, jeni kërcënuar që më e mirë e këtij kampionati, por shënuat edhe sot. Momentin e parë kur shënuat, menduat se do ta mbyllim me kohë të rregullt? Mendom se e kishim kryer me 1-0, edhe po ishin shumë gjëra po drejta që na u bën kundrejt ekipit ton, por ja dolme me fitore në fund. Ndërkohë barazimi nga fundi i takimit, por penaltit deri në shtesë. E vut në dyshim patet drithërima, mund të themi se mund ta humbisti trofeun? Jo, nuk kishim asnjë lloj drithërimin, sepse kena shumë besim te ekipi jon dhe e dim se lojtarët tonë kanë shumë më shumë cilësi se ekipet e tjera. Portiera priti, e bëri detyrën e saj, por futbollista turke ishte ajo që shënoi penaltinë e fundit. Si e përjetuat, ju pam që të gjithë patet entuziazëm? Kishim shumë emocione sepse tonë edhe tifozë, kishim edhe tifozë që ishin kundra nesh, por ishim shumë të kënaqur që fituam. Thamë gërshënuesja më e mirë e Vllaznisë, por edhe Shqipërisë në bazë të statistikave. E kënaqur për shumë e kënaqur për rezultatet e mia. Si duhet jetë vazhdimësia herë të haset, kur ju jeni edhe pjesë e ekipit parë? Unë do të vazhdoj të njeh ëndrrën time deri kur të arrijte ëndrat e mia. Pam që sot festuat edhe me familjen, me mamin tuaj që ju gëzuar shumë festës. Familja ka një pjesë të suksesit tuaj. Familja për mua është shumë e rëndësishme dhe janë shumë shtys për mua që unë me vazhdu më shumë përpara. Dhe jam shumë e lumtur që ata ishin sot këtu pranë meje. Zakonisht e kënaqur, emocionet pa përshkrueshme, domethënë kishte vite që nuk i kisha përjetuar këta emocione. Normalisht kjo është fal vajzave, fal stafit që ka punuar tërsa vite me ta. Ky është trofeu i tretë që Paula Jaku fiton në këtë sezon sportiv, duke pas parasysh një javë më herët të fituat, pak ditë më parë fituat me ekipin e parë të Vllaznisë si zëvendës trajner dhe edhe një kupë tjetër rajonale, edhe sot si trajnere kampione e U17-s, pra një vit i suksesshëm për Paula Jakun. Normalisht ka filluar një vit shumë i suksesshëm, tashmë ne është sot i vit që vërtetojmë që Shkodra e filloi futbollin e femnave, tashmë po e vazhdon, edhe po marrim vetëm kupan veri si thonë. Paula, gjatë edhe një kupë plot emocione, rivalitet, vetëm penaltitë e vendosen. Patet besim deri në fund, shënuat parët si Vllazni, Barazeki në studio dhe penaltia fundit në shtesë mi shtesë.
Në fakt, unë kisha shumë besim të vajzat, ne ba me një lojë shumë mirë, pavarësisht të pjesa e rezultatit që unë një loja. Normalisht kishte ato defektet e veta nëpërmjet arbitrit, por gjithsesi lojën që banin vajzat ishte shumë e fortë. Pjesa penaltive normalisht gjithmonë është shans, por unë kisha një besim plot për vajzat, sepse kjo është viti i dytë që ata shpallën kampione përmjet penaltive dhe absolutisht besoj shumë ta. Komentuat paksa dhe arbitrimin, kishte edhe karton të kuq në dëm të vllaznisë. Duke pas parasysh që tek mosha si janë disa arbitra që ndoshta nuk janë edhe shumë kualifikume, por nuk kemi ç'a themi, kjo është futbolli, kjo është loja, kështu që nuk kam ç'a komentoj. Besoj se do të më dhanë më shumë shanse vajzat sepse këto janë vajzat vogla dhe duhet pakten me u thënë diçka me ritmin e tyne, por jo me ndëshku direkt me kartonin e kuq. Kjo kupi bashkohet kupës e ekipit parë, ekipit mall të vajzave, duke përmbyllur një vit të suksesshëm. Si do të jetë vazhdimësia për Paolo Ajakun në kampin kuqe blu? Normalisht plani është i qartë, ne do të vazhdojmë kena trofejt vetëm veri, kështu që do vazhdojmë nxjerrim talenta, siç e shohim që gjithmonë Shkodra është duke vetëm shpahet kampion kupe, kampionate rajonale, kështu që gjithmonë futbolli femnave është i veriut. Shumë e lumtun. Uroj që të vazhdojmë kështu edhe vite të tjera. Vllaznia është 4 vite kampion të U17, por padyshim 18, uroj që kjo traditë vazhdojnë edhe sa më gjatë. Një rrugë e gjatë në këtë sezon sportiv, deri tek finalja, që pati emocione, ishit në avantazh dhe barazimin pjesën e dytë dhe penaltit. Tek penaltit patet dyshim se ndoshta mund ta humbisni të trofeun? Te penaltit është fat, po besojnë cilësitë e mia dhe bëna më të mirën, ku arrita me pritë 2 penalti, për mua kjo është një motiv përmes më përpara. Trajneri portierëve që punon me ju personalisht, Fabiol Rexhepi, çfarë ju dha porosi tek penaltit? Pro Fabioli është një ndër ato emra që janë ndoshta më të rëndësishme te vllaznia, sidomos për ne portierat. Ai ka një kontribut të jashtëzakonshëm, kena punuar çdo ditë. Por edhe sot ato taktikat e veta dhe besoj që edhe falti i prit ato penaltit. Një sukses, një titull që e fituat me trajnerin Paolo Ajaku në krye të ekipit si trajnere. Si ishte bashkëpunimi me Paolo në këtë sezon? Jam shumë e lumtur që kur është afruar Paula tek ekipi. Uroj që vazhdojnë kështu edhe vitet në vijim. Unë shkoj shumë mirë dhe besoj që ajo është e duhuna. Vazhdimësia për Rëshitin, ju jeni edhe pjesë e ekipit parë, jeni edhe pjesë të gjitha ekipeve të moshave të kombëtarëve të Shqipërisë. Pra një karrierë që duket se do të ketë progrese të lartë. Po uroj dhe shpresoj kështu që të kena sa më shumë grumullime, por më rëndësishme është që të marrë portën kuqe blu dhe atë kuqe zit pa prekun. Ky trofe dhe këto 2 penalti që pritet sot, për kë shkojnë si dedikim? Normalisht për familjen është motivimi e më i madh. I falenderoj shumë për gjithçka që kam arritur deri më sot, po padyshim është edhe ekipi, shoqjet e ekipit, në krye presidenti Lazri, Zysh Paula, prof Nikuja, por edhe prof Fabioli janë fund po më i rëndësishmi. Ky trofej sotëm duket se është i 9 i radhazi, duke përfshirë edhe ato të mëpashëm me moshat, por edhe me ekipin e parë. Urime Cumu. Shumë faleminderit, janë 9 tituj të fituar, po ndër 5 kam kanë më kryesore, si më thon, duke se kam luajtur me me grup moshat e mia. Janë gjithë secili ka vlerën e vet, po ky i sotmi normal është më i veçantë për mua, pasi është edhe hera fundit, edhe viti i fundit për mua që luaj në akademi. Edhe mbyll ashtu si duhet, mendoj, edhe me lojën që loshat sa mujta, edhe me fitore normal e gëzuar. Por një finale shumë emocionuese dhe pse jo dhe tensionuar me kinostudion. Ju ndryshkuat edhe me karton, gati rrezikuat për të marrë të kumqe si se morën edhe kolegët e Loja ishte shumë intensive, mundunen me na marr faula, me na shkaktu dame, po kur e meritume s'kishin çfarë na bëj, ishte gjithçka për ne fitume. Këto 9 tituj dhe ky i si vjetmi, për kë shkon çfarë kush për kë ka dedikim? Jam shumë e lumtur që kam kanë pjesë këtyre 9 titujve, po kryesorja normale familja që më kam mbështet shumë këtë rrugtim temin. Edhe gjithashtu sot desha me përshëndet familjarët e mi, po kryesisht gjyshin se më ka njeh sot me emocion. Dhe patjetër këto 9 tituj dhe këto suksese
I bashkohen familje sportive të cumë me shumë traditë. Po, shumë e kënaqur në fakt që vi për një familje ku sporti është tradit, edhe jam me mundësitë e mia tu mundu me kontribu sa më shumë që me mujtë allon me lani fjerë gjurëm. Jeni mbështjellë me Samojin e Vllaznisë, pra duket se dashoni shumë edhe Po, normal. Këtë dekor Kuçiblu. Po, në fakt me kanë pjesë e Vllaznisë nuk është diçka e lehtë, por ne kena edhe fatin më të madh që e kena në Shkodër, edhe e kena tona mundësitë për mu stërvit, edhe me kanë pjesë e kësaj familje shumë të madhe edhe kësaj dashnie të Kuçiblu. Shumë emocione, nuk kam fjalë, gjithë merita është e ekipit edhe stafit, ishte fitore e meritume për mendimin tem dhe redolëm. Një ndeshje të mësuar, pse jo edhe me ashpërsi gjatë takimit, madje shikojnë këmbëtues që ka dhe rrjedhje gjaku. Pra, e keni gjakosur finalen. Ja ka vlet, a din me lanë shpirtin fush për një kup, ja vlen për mendimin tem edhe kupën e morme. Mendoni se e merituat trofe? Po, e kena meritu komplet. Dedikimi për këtë sukses? Dedikimi, familjes, ekipit, nuk kam një dedikim më të madh. Vazhdimësia për Hoxhën? Inshallah kampione, këtë 5 vite kampione kam me këtë ekip, se edhe jo më shumë. Dhe me ekipin e parë patjetër pretendonit merrni me shumë minuta edhe trofe. Tu rrit, tu marr minuta, trofet vina vash avash. Nëse Vllaznia në futboll për vajza U17 u shpall kampion e Shqipërisë për para pak minutash duke mundur në studio në finalen me penalti, merit ka edhe mbrojtësja e pakalueshme Desara Loria, numri 4 që ishte në formë tepër të mirë sportive. Urime Desara për këtë sukses, për këtë trofe. E kënaqur? E kënaqur jam shumë, sepse ne e meritume fitoren, edhe që kur e meritume, normal që jam e kënaqur, sepse tregume shpirtin tonë luftarak, deri në fund, deri në minutat të fundit. Mas shumë debate, më shumë gjana, ne treguam që jena Vllaznia dhe do mesim gjithmonë në fitore. Vllaznia shënë e para, por kino studio arriti të barazojë dhe në një farë mënyrë pati edhe presion pjesën e dytë. Ju patët shumë punë tek prapavia me kolegët e tuaja në mbrojtje. Ja dole të mbanë? Ja dolme sepse kisha mbështetjen e vajzave dhe për krajën e trajnerëve. Prej sa vitesh jeni pjesë e ekipit të Vllaznisë? Të 3 vjet. 3 vjet dhe ky është trofeu i parë që fitoni apo? Jam të 3 vite që kontriboj për kampionatin dhe që jam shumë krenar që kam marrë pjesë në një ekip si Vllaznia. Në bashkëpunimi me stafin teknik, me kolegët, me trajnerin Paulo Ajako, i mirëfillt? Shumë e kënaqur që në mbështet në çdo hap tonin. Ndërkohë, në familjen tuaj patjetër janë të kënaqur të gëzuar për këtë sukses. Shkon dedikimi për to, për këtë fitore? Jam shumë krenar për një familje që më japin përkraje çdo moment, çdo çast, që më kanë dhënë mundësinë që më kenë pjesë lojtare, një lojtare të Vllaznisë. Objektivet tuaja, objektivi në vazhdimsi, patjetër synoni të jeni edhe pjesë e ekipit parë, për të marrë minuta dhe për shijuar trofeve tek skuadra parë që drejtohet nga trajneri Nikolin Leka. Pse jo edhe ekipi kombëtar? Sa më shpejt me kontribuar për ekipin e parë dhe pse jo edhe të kombëtare me kap çdo moshë. Urime Desara, suksese në vazhdimsi. Ky është titulli i parë ju që fitoni me Vllazninë dhe padyshim e keni shijuar. Po, shumë. Përpara ndeshjes kishit besim se do të arrini këtë sukses? Kisha shumë besim se do të arrija, se do të fitonim këtë ndeshje, dhe pse ishte një kundërshtar shumë i fortë për të mundur, po kishim shumë besim në vetvete që do të fitonim këtë ndeshje. Vllaznia shënë e para, por në pjesën e dytë rriti presionin ekipi i Kino Studios dhe para i takoi repartit të mbrojtjes dhe ku ishe ju pjesë e saj. Si ja dolet? Besua tek suksesi? Po, besuam, edhe pse ato shënuan golin, ne besonim se do të bënim dhe një tjetër, po ja që shkuam thjesht në penalti, dhe dolim kampion. E veçanta ju është, ju vini nga Kosmaci dhe keni qenë pjesë e ekipit Ju Bandanja, me ekipet e moshave. Po, që 7 vjet kam luajtur në ekipin Ju Bandanja dhe tani jam tek ekipi i Vllaznisë. E kënaqur që keni veshur këtë fanelë Kuçiblu? Shumë e kënaqur dhe shumë krenare që jam pjesë e këtij ekipi. Ky sukses i sotëm ka dedikim për Megin? Për familjen time,
Ja dedikoj familjes time. Vazhdimësia si du t'jetë për Faslin? Në çfarë objektivash? Shpresoj që të kemi shans sa më shumë fitore dhe arritje të mëdha. Për herë të tre tituj në këtë moshë të re, nuk është pak. E vështirë sot kjo finale për ju? Ishte lojë e vështirë, gjithashtu edhe lojë e bukur, pa rëndësi ka rezultati dhe qëllimi jonë që e arritëm. Parazimi nga kino studio dhe sidomos penaltit, ju vunë në dyshim se mund ta humbisni trofeun? Barazimi ishte pak i pa drejt për ne, kurse për penaltit nuk ishim dyshime që nuk mund t'ja dalim. Ndërkohë, vazhdimësia për ju si do t'jetë? Do të vazhdoni të jeni pjesë e vllaznisë duke synuar ekipin e parë apo ndonjë lëvizje tjetër? Pa diskutim që po. Synimi imi vetëm është luaj në Shqipëri me ekipin e vllaznisë. Që janë raportet me stafin teknik, me trajnerin Paolo Jako, por edhe me trajnerin e ekipit parë Nikolin Lekat, se aty ku ju synoni të jeni shumë shpejt? Raportet tona janë shumë mira, kanë gjithmonë, janë edhe besoj se kena vazhdu me pas raportet e mira. Ndërkohë, në familjen tuaj, si është pritur aktivizimi juaj me futbollin dhe ky sukses patjetër i ka gëzuar shumë? Normal që janë gëzu, pak e çuditshme sepse nuk asnjë prej familjes nuk është që merret me sportin, por do të mësona besoj. Dedikimi shkon për to, patjetër. Po. Për ta dhe për punën e vajzave dhe pjesë stafit.